Hej Zemrani, përshëndetje. Motra erdhi, unë natyrisht nuk munda që të xhiroja, se erdhi shumë vonë edhe harrova të xhiroja. Po që erdhi, kanë kaluar tashmë 2 ditë, edhe tani po dalim për një kafe. Jemi futur në lagje, që ta kemi kollaj për karrocën, se ka makina edhe të mërzisi, nuk kalon dot. Kështu që nuk e keni një background shumë të bukur këtej. Këtu më ka pickuar arja si ka filluar pickon. Tej motra. Jo kalojmë tej. I thash, hajde me mua, dil përshëndeti njerëzit, nuk do. Alta mbaj këtej. Sepse jam kundër dritës. Edhe nuk do që të vi. Më tha mos më nxirr kurse si. Qa motrë është kjo që nuk dimon motrën? Nuk e kuptoj. Aq ishte dashuria një ditë. Tani filluam të zihemi prapë. Ja ku është motra, po nuk do të dalim me fytyrë, kemi misterioze. Ne erdhëm te kafja, ku ne vëm gjithmonë. Motra po bën porosin, edhe më bëri shumë çudi. Pas ka dhe një me këtu rrotull, më bëri një shumë çudi se në Shqipëri, motra piduan. Në Shqipëri kjo Malborua kushton 3,80 €. Ndërsa këtu ishte 2 fishi. Mori 2 paketa për 13 €. Ik tani. Sa shumë kushtojnë paketat këtu. Shumë çudi. Vajta ktheva edhe një vajta pa çmimi. Shumë shtrenjtë. Megjithatë, erdhëm tani po presim porosinë, bëri porosin motor. Edhe do pim kafen. Ajo si i kam çuar si rrallë herë, kukulla se nuk po rri. Kemi dal herët se moti si mbaroi paketa. Edhe nuk rriti dot. Ndërsa Marku është në gjumë, është me pushime akoma. Nuk jam e ngopur me gjumë, po ç'a ti bëja motrës tani? Ç'a ti bëja? Edhe dita këtu nuk më duket shumë në rregull, po hajt motra, shikojmë. Kjo është edhe kafja ku ne pim gjithmonë kafen. Motra zot të dalim, mos më nxirr sot, edhe shko si rri. Lot. Edhe të mendoni që unë thosha do bëj unë, do vi motra, unë do bëj challenges me motrën. Megjithëse kam menduar një challenge që nuk mendoj se Adela do t'i shpëtoj dot. Jo, s'ka, nuk e gjë, e çova këtu. Erdhëm në shtëpi, fletëm gjumë, kërkoj bërarje si një smoothie, do t'ja jap tani. Ja, masovi motra. I bëra një smoothie me pjeshk, banane dhe qumë shlope, merr pak motor. Edhe do bëjmë zgar. Do bëjmë, më saktë për bën nga ti Marko prap sot. Edhe do pjekim ca salqiqe, ca qofte. More, po kjo nuk do, qa është kjo motrë kështu, që nuk do që të vi në vlogun tim. Vlogun të po e filmoj me telefonin e motrës. Edhe të shikojmë, do ju pëlqej apo jo, kualiteti këtu, okej, po mësojmë pak se në fillim më thash qa është ky. Se isha mësuar me të timin, normale. Dita e 4 që po filmoj më duket, po jam mundur të filmoj nga pak. Pas dite unë nuk është se filmova shumë, se dolëm pasaj bëm një xhiro. Ari si momentalisht po fle, bëm zgar mas dite. Tani jemi duke pi një frappe dhaqi. Rëntime. Asaj kam bërë frappen këtu, ndërsa për vete kam bërë në një gotë plastike. Se unë s'është se kam probleme dhe plus se pide pak më shumë në sasi. Na mungoj pipat, po s'ka gjë, me këto do rregullojmë. Ndërkohë pamja këtu nuk është shumë e bukur se jemi në balkon, nuk është se nuk e kemi shumë të rregulluar këtu balkonin, në shtëpi me qira nuk është e imja, se të ishte imja dija unë si e rregulloja. E di tani, do thoni që rregulloj, nuk kam ndërmend ta rregulloj se nuk kam ndërmend të rri shumë gjatë këtu. Po vim një kafe, tham pse jo mos marrim dhe ju me vete. Kam në një takim te dentisti, se kam disa probleme me dhëmbët, kështu që shpresoj t'i rregulloj. Motra ime tani po rrit e po shkon se nuk do që të dali këtu me motrën. Gjithsesi, zërë se po e pini kafen me ne. Il frappe dhaqi. Për ne si motra kafeja është shumë e rëndësishme. Pse? Se ne të treja kemi punuar në 3 nga kompanit më të mirat në Shqipëri për këtë kafes. Të treja kemi punuar bariste dhe kemi shumë të rëndësishme cilësinë e kafes.
Tani normalisht që do rregullojmë me çka kemi, si kjo për shkak që po e tund të frapen këtu. Se motrës time nuk i pëlqeu nuk i pëlqeu kafja këtu dhe më tha frapene bëje mirë, të paktën më bëj frape. Kështu që frape, motra frape dhe unë, edhe shkatroj stomakun, 4 herë dita frape. Kështu do ta mbyll tani të bëjmë pak më vet. Kafen e pim, bëm pak make-up, dolëm bëm sa foto të bukura aty, për shembull si do t'i lë diku këtu. Edhe më kishte munguar të bëja foto me motrën, se gjithmonë dilja i bëja një foto kështu shpejt e shpejt, as lyesha asgjë. Edhe vesha këtë fustanin që është shumë i bukur.